sot në këtu në sallën 1 tetori është duke u shpërndar materiali jo sensitiv. Prishtina ka 55 qendra të votimit, 54 qendra të votimit janë të rregullta, ndërsa Fakulteti i Edukimit është qendër e votimit me kusht. Në kuadër të këtyre qendrave të votimit kemi bërë vetëm një ndryshim të objektit të shkollës apo të qendrës së votimit nga shkolla Shtjefan Gjeqov, që deri tash është e njohur me qendra e votimit 1905, ka kalu e kemi transferu në shkollën Gjevde Doda në sheshin Bill Clintoni. I bëj apel votuesve të Shtjefan Gjeqovis se tani në këtë proces zgjedhor do të votojnë në ish shkollën Gjevde Doda, tani vijojnë mësimin aty nxënësit e shkollës të Dardanis dhe Gjemal Mustafës. Shqipni sot po shpërndahet materiali jo sensitiv, është edhe një lloj simulimi i ditës së zgjedhjeve për nesër. Nesër në orët e hershme të mëngjesit, në prani të policisë, për çdo qendër të votimit shpërndahet materiali sensitiv. Fillojmë në fshatrat më të larta prej orës 3:30, mandej duke vazhduar në pjesën urbane nga ora 4. Prishtina i ka 262 vend votime. Për secilin vend votim materiali është i gatshëm, është gati materiali sensitiv edhe jo sensitiv. E përmenda më herët se materiali jo sensitiv tani është duke u shpërndarë. I bëj apel votuesve të Shtjefan Gjeqovis se tani në këtë proces zgjedhor do të votojnë në ish shkollën Gjevde Doda, tani vijojnë mësimin aty nxënësit e shkollës të Dardanis dhe Gjemal Mustafës. Shqipni sot po shpërndahet materiali jo sensitiv, është edhe një lloj simulimi i ditës së zgjedhjeve për nesër. Nesër në orët e hershme të mëngjesit, në prani të policisë, për çdo qendër të votimit shpërndahet materiali sensitiv. Fillojmë në fshatrat më të larta prej orës 3:30, mandej duke vazhduar në pjesën urbane nga ora 4. Prishtina i ka 262 vend votime. Për secilin vend votim materiali është i gatshëm, është gati materiali sensitiv edhe jo sensitiv. E përmenda më herët se materiali jo sensitiv tani është duke u shpërndarë. Për nesër në orët e hershme të mëngjesit, në prani të policisë, për çdo qendër të votimit shpërndahet materiali sensitiv. Fillojmë në fshatrat më të larta prej orës 3:30, mandej duke vazhduar në pjesën urbane nga ora 4. Prishtina i ka 262 vend votime. Për secilin vend votim materiali është i gatshëm, është gati materiali sensitiv edhe jo sensitiv. E përmenda më herët se materiali jo sensitiv tani është duke u shpërndarë. Gjendëm në vend votimin në shkollën Mitrush Foteli. Materialin e kemi marrë me kohë, do më thonë çdo gjë është në rregull, klasën e kena përgatit apo vend votimin, materialet ka qenë të gjitha qysh është dashur me qenë. Për nesër presh që procesi i votimit të shkojë në mënyrën e duhur, mos të ketë keqpërdorime, lusim edhe qytetarët, do më thonë të shkojë një proces sa më i mirë.